Një 57 vjeçar është arrestuar në flagrancë në fshatin Burgareç të Korçës pasi kishte përshtatur lokalen e tij për organizimin e lojrave të palishme të fatit dhe shpërndarjen e lëndëve narkotike. Sipas policisë, gjatë kontrollit në ambient të lokalet u sekuestruan 14 doza me lëndë të dyshuar kokainë, shuma monetare me lek, euro, pound dhe lira turke, një automjet, telefona celular si dhe letra bixhozi e çipsa që përdoreshin për ushtrimin e lojrave të fatit. Në kuadër të operacionit të koduar organizatori u proceduan penalisht 14 persona për veprën penale, moskallëzimi i krimit, ndërsa 3 të tjerë për veprimin që pengojnë zbulimin e së vërtetës pasi tentuan të fshehin prova gjatë ndërhyrjes të policisë. Gjithashtu ka nisur procedim penal dhe hetim disiplinor për një punonjës policie i cili ndodhej në lokal dhe nuk ka përmbushur detyrimet që rrjedhin nga ushtrimi i funksionit të tij. Operacioni u finalizua nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Korçë në bashkëpunim me forcat operacionale shqiponjat, seksioni për hetimin narkotikëve dhe agjencisë mbikëqyrjes policore. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Korçës për veprime të mëtejshme.